Zoti Cakrani. Më thuaj. I gjithë ky diskutimi ju bindi për dosjen e Akshit apo jeni sërish i vendosur të çimentoni mendimin tuaj? Nuk e di po, më të rejnë shumë debati me Poli. Se jo sonde po gjithmonë. A të përqeu ajo e Roskovecit që zoti Meta shkoi pari me Varre dhe sot ka dal problemi madh? Ore, zoti Meta, shiko tani, se me që se ma kteve dhe po më ka spon për zotin Meta. Ju lutem te dosja e Akshit, zoti Cakrani, ju lutem, se jemi në minutat e fundit edhe Tani të Akshi, ju aty ja bët i nxorët provat, i nxorët të gjitha, i bët gjyqin, tani jepni dhe dënimin zotit Agasi dhe ta gjyqin pare edhe spaku, sepse ju ja bët aty gjitha, i nxorët me prova, me çfarë ka bërë, çfarë s'ka bërë, tani jepni dhe dënimin edhe të mbyllet çështja fare, çfarë të themun tani juve? Tani, në më lejoni një sekond të lutem, se do t'u sjell në vëmendje diçka. Poli, ju kujtohet kur arrestua zoti Gëll që ishte drejtori i televizionit? Po, më kujtohet. Shumë. Kush arrestoi prokuroria posaçme? Po. Po. E mbajnë parë burgimja 8 muaj aty dhe pastaj kujtuat të bënde gjyqin? Po. Kushe u arrestua me vendim gjykate? Po. Ato gjykata toja që juve i reklamoni, thoni nuk i edhe së svagin gjykata, çfarë vendosi gjykata e Strasburgut? Ishte gabim. Palishëm? Ishte gabim, po. Dhe shbatu në paraburgim, te kjo dosja e Akshit, lutem, Cakrani se minutat e fundit. Po këto gjykat. Shiko, unë jam për debat juridik, ju më thoni dosja e Akshit. Dosja e Akshit ka akoma rrugë të gjatë për të provuar akuzat. Akuzat popullore në këtë vend duhet të marrin fund. Akuzat duhet të provohen me vendim të formës shprehje. Ky është mendimi im, kam qenë dhe vazhdoj të jem. Derisa nuk është prehur gjykata, ne sot njofim një vendim gjykate që shmarr një mas. Për një arsye të caktuar, gjykata ka dhënë një vendim në favor të prokurorisë që do të hetojë 1, 2, 3, 4, 5, 10 persona. Dhe jemi deri këtu, jemi okej. Ne nuk e dim çfarë provash do paraqit ai zotria me anë të avokatit ti se ka dhe kryetarin e dhomës kombëtare zotin Axhia dhe do shikojmë pastaj që të flasim ku qëndron, spaku me provat e ti dhe ku qëndron zoti Agasi e gjithë me radhë me provat e tyre. Thamë ne ndonjë gjë më shumë se ato që firmosi gjykata. O e shiko, ne dim vetëm një version. Versionin e prokurorisë që i ka thënë gjykata. Ju vetë, zoti Cakrani, për dosjen fjalë, keni informacione më shumë se sa kanë dalë? Ato prova, ju lutem, zoti Cakrani, ju keni informacione më shumë se sa kanë dalë, keni folur me zotin Haxhia ose me persona të cilët lidhur me këtë çështje? Se kam përshtypjen se keni informacione më shumë nga ajo që thoni. Edhe zoti Haxhia nuk ka informacion, sepse prokuroria... Ju keni folur me zotin Haxhia për këtë çështje? Nuk shkojnë ata, nuk shohin se kanë me Haxhia. Zoti Haxhia nuk ka prova, sepse zoti Haxhia nuk është njohur akoma me asnjë nga provat të cilët pretendon. Sepse personi për të cilën zoti Haxhia mbron nuk është i arrestuar, është në arrestisi pas pakut. Kështu që akoma ai nuk mund të është legjitimuar dhe nuk ka asnjë mundësi që të njihet me provat, me aktet e kështu me radhë. Prandaj thash, do t'ja lëm kohës dhe koha do na japi mundësi që ne të kemi provat. Pa patur provat, unë thash e njërë tjetër, unë nuk bëhem pjesë e gjyqeve popullore, sepse në të vënd thash me gjyqe popullore, janë vrarë ministra, kryeministra... Po asnes, po bëjmë gjyqe popullore, po komentojmë ato që kanë dalë nga prokuroria posaçme, Cakrani. Jo, edhe atële me Roxha prokurorit posaçme bëri në 45-ën edhe gjykat posaçme bëri dhe i eliminoi. Kështu që nuk kam asnjë lloj impresioni unë për që gjykata me prokuroria posaçme. Ama standardet i plotësuam kujtim, ne bëm gjyqin t'i bërë mbrojtjen, kështu që jemi në rregull. Apo jo, a jemi në rregull? Po mirë, qiko, sikur nesër Poli të bje telefonin, thot zoti Agasi mua, ju jeni mbrojtim, çfarë do i them unë, jo se ta bëm gjyqin atje në media, ja më thuaj ti mua. Dëgjoj, këtu mungonte vetëm prokurori, po gjykatësit me avokatin ishin kryet detyrës, kështu që jemi në rregull. Zoti Tafani. Në minutat e fundit, ju lutem sa më për dosjen që është infiltrimi i grupeve kriminale, do të thonë pasja akses në dëna që janë sensitive, është
jashtëzakonisht e rëndë për shumë, domethënë spionazhi industrial e para punës është një nga format më të përfitueshme të spionazhit në botë. Pra të dish se çfarë bën konkurrenti jot ekonomik. Jo vetëm të dish çfarë bën konkurrenti jot ekonomik, në këtë rast, sepse merret vesh transfertat në thesari,